Mirë se erdhët të dashur Demër në Letrat Rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Kur hapa letrat, pyetja ime ishte kjo: çfarë po vjen në jetën tënde në këto ditë të ardhshme? Letra e parë kemi 5 të këmbanës. Këtu po vjen një përballje të dashur Demër me një zhgënjim apo shqetësim që nuk është përpunuar plotësisht. Mund të jetë një kujtim që po rikthehet apo ende jeton në ju, një situatë që të bën të mendosh mund të kishte qenë ndryshe, ose një ndjenjë që nuk është mbyllur apo një situatë si duhet. Shembull që mund të jap konkretisht nga kjo letër është: mendon për një person nga e kaluar apo për një situatë që nuk shkoi siç doje apo siç do duheshe të ishte. Ndjen një boshllëk që nuk e ke pranuar plotësisht. Kjo nuk është për të kthyer pas të dashur Demër, por për ta kuptuar dhe mbyllur. Po ju them prap, nuk është për të kthyer pas aty ku keni qenë, çfarëdo lloj zhgënjimi ndaj një personi apo ndonjë situate, është për ta kuptuar dhe për ta mbyllur një herë e përgjithmonë. Ku duhet të keni kujdes të dashur Demër është kalorësi i këmbanave. Këtu ka një lëvizje, por shumë ngadaltë, mbi një kitër, në atë kuptime kanë bërë. Rreziku është të qëndrosh në të njëjtin vend për shumë gjatë, duke menduar për një situatë apo për një person. Rreziku është të mos marrësh asnjë vendim. Kjo është letër që parashikon këtë, ose të presësh që gjërat të ndryshojnë vetë. Shembull konkret që mund t'ju jap është: vazhdo në një rutinë që nuk të çon askund. E shtyn një vendim që e di që duhet marr, ose pret që dikush tjetër ta bëj hapin. Kujdes, ngadalësia është okay, në rregull, por jo stagnimi që po ju mban juve tani. Mundësia që po vjen të dashur Demër është njeriu i varur. Kjo është shumë e rëndësishme. Këtu vjen kjo letër një ndryshim për të kërkuar nga ju një këndvështrim, ndryshim të një këndvështrimi. E sheh një situatë ndryshe, kupton diçka që nuk e ke parë më parë, ose ndalon për të reflektuar para se të veprosh. Kjo është e mirë. Kjo nuk është bllokim i kohë, është momenti për të kuptuar para se të lëvizësh, të dashur Demër. Dhe çfarë do duhet të bëni konkretisht është asi i gjethes. Këtu është Chelsea, fillim i ri. Duhet të dashur Demër të fokusohesh tek diçka konkrete, të ndërtosh diçka të re dhe të mos rish më te ajo që ka kaluar. Siç thashë në fillim, është mbyllur, ka mbaruar. Shembull konkret mund t'ju jap si një mundësi puna apo fitimi, një hap i ri që të jep stabilitet të dashur Demër, një vendim për të filluar nga e parë në mënyrë reale. E reja kërkon veprim, jo vetëm mendim. Këshilla nga letra Oracle është: i kam fshirë të gjitha gjurmët e tua, përveç në mendjen time. Dhe pra po dalim këtu. Kjo është shumë e fortë, të dashur Demër, është shumë e fortë. Këtu tregohet diçka është mbyllur në realitet, por jo në mendjen e juaj. Dhe kjo po të mban pezull, po të mban peng. Kujdes, nuk mund të fillosh diçka të re nëse mendja është ende tek e vjetra. Nuk mund të futesh në një derë të re nëse nuk e hap. Pra, të dashur Demër, këto ditë janë për të bërë një ndarje të qartë për ju. Çfarë ka mbaruar, çfarë po të mban mendërisht aty. Nuk do thot patjetër person, mund të jetë situatë. Dhe çfarë duhet të fillosh realisht. Mos rri në atë që ka kaluar, vetëm sepse ende mendoni. E ardhmja kërkon hap konkret, të dashur Demër.